Video incizimet e siguruara nga policia, shtetasi Irakli Leka, shefi i regjimit të brendshëm në burgun e Lushnjës, u shoqërua me pranga pasi hetimet zbulua një skem të organizuar rishfeti brenda institucionit penitenciar. Ai dyshohet se merrte parangat burgosurit dhe të afërmit e tyre për t'i lejuar leje shpërblyese. Video incizimet e siguruara nga policia tregojnë momentin kur Leka merr para në këmbim të një leje 5 ditore për një të dënuar. Hetimet paraprake kanë nxjerrë në pa se për çdo leje shefi i regjimit të brendshëm merrte deri në 700 euro, një praktikë që sipas organeve të drejtësisë mund të konsiderohet korrupsion i organizuar brenda burgut. Pas shoqërimit, drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka marrë masa të menjëhershme. Leka është përjashtuar nga detyra, ndërsa drejtori dhe nëndrejtori i burgut janë pezulluar pa afat. Ky pezullim ka për qëllim mbrojtjen e procesit hetimor dhe ndjekjen e çdo indikacioni që mund të lidhë drejtuesit e lartë në këtë skem korruptive. Sipas burimeve të drejtorisë së burgjeve, nëse hetimet do të konfirmojnë përfshirjen e tyre, rasti do të referohet në SPAK për procedim të mëtejshëm penal. Institucioni ka theksuar se distancohet nga këto veprime dhe dënon çdo akt palishëm dhe korruptiv, duke cilësuar si shkelje të rëndë të etikës dhe misionit të sistemit penitenciar. Rasti ka tërhequr vëmendjen edhe për shkak të historisë së Lefkës. Hetimi ka për qëllim jo vetëm zbardhjen e skemës së korrupsionit, por edhe për të garantuar transparencë dhe integritet institucioneve penitenciare, duke parandaluar çdo abuzim të mundshëm mes të burgosurve dhe të afërmit të tyre. Ky rast i fundit vjen si një mesazh i qartë për të gjithë stafin e burgjeve në vend. Çdo shkelje ligjore dhe etikës do të ndiqet me rigorozitet dhe drejtuesit do të mbajnë përgjegjësi për çdo veprim të palishëm që mund të dëmtojë besimin e publikut në sistemin penitenciar.